Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj do të vijojë të qëndrojë në masën arrest me burg pasi gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar rrëzoi kërkesën e tij për një masë më të butë. Veliaj ishte vetë i pranishëm në seancë së bashku me dy prokurorët e SPAK, Altin Dumani dhe Olz Dado. Burime nga seanca bëjnë me dije se Erion Veliaj është paraqitur pa avokat të zgjedhur, duke u mbrojtur personalisht në kërkesën për zëvendësimin e masës arrest në burg. Ai ka refuzuar avokatin e caktuar kryesisht nga gjykata dhe ka kundërshtuar çdo formë mbrojtje, duke argumentuar se avokati nuk ka njohje reale mbi dosjen penale dhe se një përfaqësim i tillë është në kundërshtim të plotë me interesat dhe strategjinë e tij të mbrojtjes. Veliaj ka këmbgulur se realizimi i së drejtës për të njohur me akte dhe për të ndërtuar vetë mbrojtjen e tij përbën një shkak autonom dhe thelbësor për zëvendësimin e masës arrest në burg, duke theksuar se asnjë avokat, sado mirë të njohë dosjen, nuk mund të ndërtojë një mbrojtje reale pa bashkëpunim të plotë me të pandehurin dhe pa njohjen e drejt personale të çështjes. Ndërkohë, pas përfundimit të seancës, avokati që ishte në sallë, Sokol Gjermeni, tha se ai kërkoi ndryshimin e masës duke nënvizuar se hetimet kanë përfunduar dhe nuk ekzistojnë më kushtet ligjore për mbajtjen e Veliajt në arrest. Pavarësisht se kanë mbaruar hetimet, provat përsëri mund të manipulohen. Pra. Ky ishte logjika e prokurorisë që ne nuk jemi dakord me këtë logjikë, për shkak se edhe një vendim njësues i fundit i gjykatës së lartë Kolegjit Penal ka thënë se provat, sidomos ato shkresore, janë të tilla që nuk mund të ndryshohen, pra, në ndryshim nga provat të tjera të tipit të gjalla, që janë me dëshmitar. U kërkua garancia pasurore, kërkuan disa masa, detyrim paraqitjes 5 herë në javë, garancia pasurore, ndarimi daljes jashtë shtetit, pra të gjitha masa që janë përshtatshme për të mbarvajtur pra hetimin që personi mos largohet, megjithëse këto rreziqe që janë iluzionare, pra këto nuk ekzistojnë, por në sy gjykata nuk mendon kështu. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar përfundoi hetimet në 10 shtator 2025 dhe dërgoi për gjykim kryetarin e Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj që u arrestuar në 10 shkurt 2025. SPAK ka renditur ndaj Veliajt 5 akuza: korrupsion pasiv, pastrim parash, mosdeklarim pasurie, shpërdorim detyre dhe futje e sendeve të palishme në burg. Edhe bashkëshortja e tij Ajola Xoxa akuzohet nga SPAK për korrupsion pasiv në 9 raste, në lidhje me subjekte tregtare dhe organizata jo fitimprurse.